Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, do ndalemi ditën e sotme tek lindja e mesme, ndërkaq presidenti amerikan Donald Trump ka zhvilluar një bisedë tensionuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, gjatë së cilës e ka kritikuar ashpër për veprimet ushtarake të Izraelit në Liban, që sipas Washingtonit rrezikonin të minonin përpjekjet diplomatike amerikane në rajon. Trump ka përdorur gjithashtu një gjuhë të ashpër ndaj Netanyahu, duke akuzuar se po përshkallëzon konfliktin në një moment delikat për negociata tashmë që janë mes Shqipërisë dhe Iranit. Kam të ftuar ditën e sotme për të diskutuar mbi këto zhvillime generalin Dede Prenga. Ju përshëndes kënaqësi zoti Prenga. Përshëndes, faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Prenga, nga raportimet nga Axios sugjerojnë një diskutim të tensionuar, ashtu si thash, mes presidentit amerikan dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu lidhur me operacionet në Liban. Si vlerësoni të gjithë dinamikën aktuale të marrëdhënieve mes Shërbaste dhe Izraelit në kontekstin e të gjitha këtyre zhvillimeve të raportuara tashmë? Mbështetur në kërcënimet që pala iraniane bëri, sidomos delegacioni për të ulur në tavolinën e negociatave me ndërmjetësim me Pakistanit dhe të Katarit, solli si shkak ndërhyrjen e Izraelit dhe luftën që po zhvillon në Liban, dhe detyrimisht që përgjegjësia dhe barra në këtë rast do t'i takonte dikujt. Për të mos e mbajtur vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një farë mënyrë u desh ndërhyrja e presidentit Trump për të shkarkuar gjithë të barë përgjegjësie me ato çfarë ju thatë nëpërmjet mediave të raportimeve që janë bërë, pasi komunikimi mes tyre ka qenë relativisht duke mos rritur etikën e komunikimit dhe jo shumë nivelin e diplomacisë në marrëdhëniet mes palëve dhe në bisedimet, pasi shpeshherë Izraeli dhe në veçanti kryeministri i Izraelit Netanyahu ka treguar që nuk është i prirur për të zhvilluar bisedimet, për të patur një armëpushim dhe për të nënshkruar në finalizim një marrëveshje paqe me afat kohor të përcaktuar. Dhe detyrimisht që pas saj dhe në mbështetje të plot ka qenë dhe mbetet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo e bën që shpesh herë në vendimarrjet e tij dhe në aksionet luftarake që ndërmerr nga do e kudo në lindjen e mesme, kam bindjen që janë jashtë çdo lloj arsyetimi e çdo lloj vendimi që mund të marrë një lider, duke menduar se me këto vende ai është i dënuar të bashkëjetojë në përjetësi. Pra, pavarësisht liderit të sotëm kush është, Izraeli dhe gjitha vendet e tjera të lindjes së mesme janë të dënuara të bashkëjetojnë dhe të zhvillojnë jetën dhe aktivitetin e veprimtarinë e tyre në marrëdhënie relativisht do thosha të ngushta dhe jo në armiqësi të plotë, sepse është e pamundur që të qëndrohet gjatë gjithë kohës se të organizohet jeta e qytetarëve në të gjitha nivelet 24 në shtat, në qoftë se do t'jesh i kërcënuar, në qoftë se do t'jesh i sulmuar, në qoftë se të tjerët do t'i sulmosh, natyrisht që do të presish të njëjtën mënyrë reagimi. Fuqia e saj ndoshta nuk është në nivelet e përgatitjes dhe të zhvillimit në aspektin diapozitivit ushtarak të Izraelit, por me atë kapacitet që kanë dhe përgatitjet që mund të pasojnë në vite, do të bëjnë që Izraeli dhe gjithë qytetarët e Izraelit dhe udhëheqësit të mos e bëjnë jetën e qetë dhe normale, në qoftë se do të kërcënojnë dhe do të sulmojnë pa shkak vendet e tjera. Kjo ka bërë, për ta finalizuar, ka bërë që presidenti Trump të flasë me një gjuhë të drujt, të ashpër e ndoshta jashtë çdo lloj etike komunikimi me kryeministrin e Izraelit, i cili për të thënë të drejtën, përpara se të niste konflikti, ai ishte në një konflikt të brendshëm me opozitën dhe mund, siç ai ka thënë, e ka përcaktuar dhe ja ka përsëritur, mund të përfundonte edhe për ndjekje penale për korrupsionin galopant dhe gjithë veprimtarinë e antiligjshme që ka bërë në Izrael gjatë udhëheqjes së drejtimit si kryeministër. Zoti Prenga, në këtë tonë pra që janë përdorur mes të dy liderëve, sa e zakonshme është që tensionet politike të përkthehen në komunikime direkte kaq të forta mes liderëve shtetëror? Kjo nuk është shumë e zakonshme dhe nuk duhet të jetë normale, gjykoj unë, por në disa momente të caktuara, kur pala tjetër në bisedim apo partneri i cili do qoftë ky edhe president apo kryeministër,
nëse nuk e di se ku e ka dhe çfarë i takon vendi që duhet të mbajë në bazë të përgjegjësisë dhe të vendit që drejton dhe të raportit të marrëdhënieve ndërkombëtare, qofshin këto edhe kur janë shumë miqësore, atëherë detyrimisht që me një mënyrë komunikimi jo shumë normale, jo shumë praktike, jo shumë diplomatike, do t'i tregohet vendi duke përdorur nganjëherë edhe fjalor e intonacion jo shumë të përshtatshëm. Por kjo unë nuk do ta quaja normale në punën dhe bashkëpunimin mes dy liderëve, pasi ata janë të zgjedhurit që do drejtojnë një vend dhe vazhdojnë të drejtojnë këtë vend dhe presupozohet që të jenë njerëzit më të spikatur në të gjitha llojet e fushave për të qenë brillant në atë të marrëdhënieve një ndërnjerëzore dhe të komunikimit diplomatik. E qartë. Zoti Pre, nga ana tjetër diskutimi mes dy palëve lidhet sigurisht me shqetësimet për shkallëzimin e situatës në Liban, por sigurisht edhe ndikimin e saj në rajon. Mendoni se po shohim një divergjencë në gjithë qasjen strategjike pra mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Tel Avivit për menaxhimin e këtij konflikti? Detyrimisht që lufta dhe gjithçka tjetër që nga momenti kur ka filluar na ka treguar që gjërat nuk kanë vajtur ashtu siç janë planifikuar dhe përrjedhoj kur të vijë rasti dhe momenti që të analizohet situata, të analizohen çfarë është bërë mirë dhe jo mirë dhe të vijë ai momenti për të përshkruar mësimet e nxjerra, jam i bindur që do të ketë shumë problematika të cilat do kenë nevojë për të riparuar duke filluar deri në strategjit e nivelin e lartë strategjik e për të zbritur pastaj në nivelet e tjera operative dhe taktike. Ka shumë gjëra për të ndryshuar e për të përmirësuar, por kam një bindje që Izraeli është i pamundur, do thosha, me gjithë arsenalin, kapacitetet operacionale dhe përgatitjet dhe mbështetjen e fuqishme që ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i vetëm nuk do mund t'ia dalë për të realizuar qoftë edhe një objektiv të vetëm ndaj, jo vetëm Iranit, por të ndaj vendeve të tjera të lindjes së mesme. Kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mbështetur, ndoshta Izraeli që nxitsi kryesor që bëri që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bëhen pjesë, të marrin vendim për të sulmuar bashkërisht Iranin dhe tashmë nga 28 shkurtir deri ditës së sotme me luftimet janë zhvilluar, me goditjet dhe reagimet e Iranit, por edhe me armëpushimin e brisht i cili është thyer çdo ditë është shkelur, kam bindjen që nuk do donte edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ishin në këtë situatë që janë dhe detyrimisht ata do kërkojnë dhe me çdo kusht do të ndëshkojnë ndaj Izraelin, qoftë ai do të prish e do të ndikojë në aspektin e uljes në tavolinë e negociatave të delegacionit iranian për të mbyllur këtë situatë të krijuar, ndoshta po të analizonin edhe më herët pas zhvillimeve që kanë ndodhur atje, mase nuk do të ishte vendimi më i miri mundshëm. E qartë. Zoti Pre, nga ana tjetër, sipas burimeve të cituara, SBA-t kanë shprehur shqetësimin për ndikimin e operacioneve ushtarake në negociatat që po zhvillohen tashmë me Iranin. Në çfarë mase mund të ndikojnë të gjitha këto zhvillime ushtarake në proceset diplomatike që do të kemi në vazhdim mes këtyre dy vendeve? Unë mendoj se kemi dy nivele të ndikimit të aspektit ushtarak dhe të veprimtarisë operacionale që zhvillohet ndaj Iranit. Së pari është pjesa e jashtme që është Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nëpërmjet goditjes në Liban, por dhe nëpërmjet goditjeve që ka organizuar her pas here Shtetet e Bashkuara të Amerikës të argumentuar dhe të ilustruar me shembullin që ne po mbrojmë vetveten dhe ka goditur diapozitiva ushtarake brenda Iranit, edhe pjesa tjetër është niveli i dytë dhe edhe ai është jo për të nënvlerësuar, por është i rëndësishëm, reagimi dhe ndikimi i jashtëzakonshëm që kanë udhëheqësit e Gardës Revolucionare në drejtim të delegacionit iranian që kryesohet nga kryetari i parlamentit dhe gjithë përbërja e tij, pasi ata janë nën presion të dy anshëm. Së pari nën presionin se çfarë e si do të bisedojnë, e cilat do të jenë negociatat për të përmbyllur e finalizuar me një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe të Katarit, dhe së dyti janë nën presionin e Gardës Revolucionare të kushteve dhe kritereve që ata nuk ju lëshojnë pe dhe u thonë
ju do të bëni këtë që themi ne. Unë nuk kam qenë dhe nuk jam pjesë e tyre, por hamendsoj që presioni dhe trysnia e tyre është jashtëzakonisht e madhe në të dyja nivelet. Shpresojmë dhe urojmë që edhe Garda Revolucionare tashmë ta kuptoj që nuk ka asgjë për të fituar, por vetëm për të humbur në aspektin strategjik, në aspektin e mbrojtjes të sigurisë dhe mbi të gjitha në aspektin ekonomik të qytetarëve iranian. Ku ata janë dhe mbeten përgjegjës, se nuk kanë që duan një vend i cili do të jetë në mjerim pasi të nënshkruhet një marrëveshje paqe, qoftë kjo e përkohshme. Detyrimisht që kjo është faza e fundit, do thosha, por që jo e lehtë për Iranin dhe udhëheqësin e këtij vendi ose regjimin e këtij vendi me nënkryer Gardën Revolucionare, ku protestat dhe problemet për arsye të nivelit ekonomik dhe të nivelit jetesës të popullsisë në Iran, kam frikë se do të jetë faza e brendshme ku do të shpërthejnë dhe do të jenë të detyruar të përplasen me situatën atje, por ndoshta ajo do të shkojë deri në ato nivele dhe kjo shpreson shumë që regjimi mund të bjerë në ndikimet e brendshme dhe zhvillimet e brendshme të pritshme atje. Shërzuar për nga ana tjetër, sa vendimtare është ndërhyrja politike në ndryshimin e vendimeve ushtarake në kohë reale, pasi raportimet sugjerojnë se disa operacione të planifikuara mund të jenë pezulluar pas ndërhyrjes së palës amerikane? Gjithmonë vendimi është politik. Pra, nëse nuk ka një dakordsim apo një linjë politike që merr vendimet, atëherë pjesa ushtarake është e përgatitur, është aty për të përballuar e për të përgjigjur çdo lloj situate, por asnjëherë nuk vepron nëse nuk është dakordsia politike dhe vendimi në nivel politik. Detyrimisht që edhe këta të ndikuar pastaj nga informacionet dhe zhvillimet e situatave dhe përfundimet e propozimeve që paraqesin ekspertët ushtarak, shpesh herë detyrohen që pala ose niveli politik i vendimmarrjes të ndryshojë nga vendimet e mëparshme dhe të marrë një vendim i cili është argumentuar, është arsyetuar që është shumë më i mirë se sa ai vendimi i mëparshëm që nuk i është përgjigjur ashtu si duhet dhe siç parashikohej situatave dhe zhvillimit të tyre në tërësi. Shërzuar për nga ana tjetër, çfarë tregon kjo për gjithë gjendjen aktuale të koordinimit brenda aleancave kryesore në lindjen e mesme? Pra, nëse konfirmohen detajet e raportuara, bëhet sigurisht fjalë për një episod me ndjeshmëri të lartë diplomatike. Zhvillimet diplomatike i paraprin çdo lloj vendimmarrje, çdo lloj situate, cila do qoftë ajo. Ne urojmë dhe shpresojmë zhvillimet e bashkëpunimit dhe të marrëdhënieve të qëndrueshme dhe në interes të paqes e sigurisë për çdo vend, por nganjëherë për fat të keq përdoren ose konsumohen të gjitha format dhe metodat diplomatike të komunikimit dhe pala tjetër që e ke partner në bisedë, cili do qoftë ky apo cili do qoftë grupi, nuk mund të reagojnë, sepse nuk kanë lirshmërinë në aspektin politik të vendit nga ku ka ndalë kjo pjesë e diplomacisë. Dhe detyrimisht atëherë zhvillimet janë delikate, vendimet janë të papritura, gjithçka reagimi është, si mund të themi, në më shumë jo i pritshëm, por kaotik, dhe në këtë formë arrim në përfundime të gabuara dhe përrjedhoj edhe në vendimet e gabuara të cilat lënë gjurmë negative dhe pasoja të pashlyera, të cilat i paguajnë gjithmonë qytetarët në aspektin e mirë të fjalës, në aspektin qoftë me jetët e humbura që asnjëri se uron, por edhe në çdo lloj ndëshkimi, pasi këta janë dhe mbeten hallka e fundit e zëngjirit ku shkarkohet e gjithë përgjegjësia nga maja e piramidës së drejtimit që është pjesa politike për të vazhduar e kaluar në për të gjithë hallkat e tjera deri tek hallka e fundit që është qytetari i kudo ndodhur, qytetari në emër të cilit flitet, në emër të cilit merren vendime, por për fat keq rrallë pyeten dhe merret
mendimi i tyre. E qartë Zupre, nga ana tjetër, në një kohë kur mediat iraniane kanë raportuar për ndërprerje të komunikimeve, presidenti amerikan nga ana tjetër i ka cilësuar ato si të pavërteta dhe ka theksuar vimësinë e kontakteve prames të dyja vendeve për çështjen e negociatave. Si ndikojnë këto dy deklarata kontradiktore mes palëve në perceptimin publik, sigurisht pra si proces negociues që bëri Irani? Unë mendoj që komunikimi atje nuk është ndërprer për asnjë moment, pa çka se kush kanë qenë aktorët dhe autorët, por me ndërmjetësim gjithmonë komunikimi ka vazhduar, se unë do ta quaja komunikim edhe delegacionin dhe punën që bën delegacioni i Katarit, por njëjtën gjë që bën delegacioni i Pakistanit dhe ndërmjetësit e të besuarit e presidentit Trump që takohen me ta, por kjo nuk do të thotë që është ndërprer komunikimi nëse nuk flasin me palën iraniane. Detyrimisht që Irani dhe delegacioni i tij bëri presion pasi pa se si po vepronte Izraeli në Liban, duke goditur Hezbollah, sidomos në pjesën jugore të Libanit, dhe ai menjëherë, duke mos respektuar armëpushimin, ndërmori një vendim të mënyrë të njëanshme, pa u konsultuar e pa biseduar, për të ndërprerë bisedimet. Në këto kushte ishte i detyruar ndërhyrja e presidentit Trump dhe mënyra se si ai ka biseduar me kryeministin e Izraelit, dhe kjo mendoj që ndoshta këtë javë do të jetë si një javë e tërhequr nga të dy palët, por kam bindjen pavarësisht deklaratave që janë kontradiktore mes palëve, java e ardhshme do të sjellë përsëri atë që ka prevaluar deri tani, rasti i diplomacisë dhe përdorimit të saj në mënyrë preventive e tërsuksesshme nëpërmjet ndërmjetësve pakistaneze e të Katarit për të ulur palët negociata dhe për të parafruar e diskutuar qëndrimet e tyre mbi kërkesat dhe për ta finalizuar atë që don Shtetet e Bashkuara të Amerikës, don Irani dhe lindja mesme, por në një farë mënyre don dhe ndikon drejt për së drejti edhe globi në përgjithësi, që jo pak pa efekte ka shpëtuar deri në momentet që ne flasim. E qartë Zupre, nga ana tjetër, sa reale është mundësia për një marrëveshje të shpejtë në këtë fazë të tensioneve që ndodh tashmë mes të dyja vendeve? Unë mendoj se të dyja delegacionet kanë patur kohën e nevojshme dhe të mjaftueshme për të diskutuar mbi kërkesat e tyre, për të parafruar qëndrimet dhe për të ripunuar një draft të mundshëm të një marrëveshje mes palëve, por është tepër e vështirë për të thënë se kur do të jetë momenti, pasi aty në çdo moment kokat e nxehta mund të marrin mendime të papritura, të paparashikuara që trondisin apo tek më e fundit nëse nuk e ndërpresin e shtyjnë marrëveshjen dhe nënshkrimin e saj. Por unë besoj që nuk do të jetë e largët, besoj që ky muaj do të jetë muaj që do të mbyll një marrëveshje, do ta na finalizojë atë, pa çka se kush do të jetë rezultati i saj. Në qoftë se do të ketë problematika, jam i bindur në lidhje me kërkesat që kanë paraqitur të dy palët, pasi stega ngrihet shumë lart, por delegacionet e palëve që do të ulen në negocim dhe ekspertët do të bëjnë të mundur që të lëshojnë pe në të dy krahët, por për të marrë atë që është më kryesorja, paqen dhe bashkëtesën paqësore, paktën për një periudhë kohore, 10 vjet, mendoj unë pak a shumë, kërkesat janë për më të larta, duke hequr dorë paktën Irani nga programi bërthamor 1 dhe kontrollin e ngushticës së Hormuzit. Pastaj elementet e tjerë mendoj se janë elementet e tjerë janë për të parë dhe për të diskutuar dhe janë më të lehtë, nuk janë ngërçe, nuk janë pika ku thyhet biseda, ku ndërpritet biseda, ku ndërpritet edhe mund të mos realizohet marrëveshja. Këto mendoj se janë dy pikat kyçe të cilat që nga momenti i parë kur janë ulur për herë të parë palët në negocim me ndërmjetësim, këtu ka qenë gjithmonë pika thyrse e tyre dhe e largimit nga biseda, nga negociata, pa marrë asnjë vendim. Kështu që në këto momente besoj unë që nuk do të jetë e largët dhe ky muaj besoj do të jetë muaj
vendimtar për të krijuar mundësinë e për të ulur palët e bisedime me ndërmjetësim, për të parafruar qëndrimet, për të lëshuar diku e për të qëndruar strikt e të ashpër në disa pika që nuk mund të lëshohet. Në këto kushte mendoj se do të jetë fundi i konfliktit dhe i realizimit të një marrëveshje që do t'i shërbejë jo vetëm lindjes së mesme, po do t'i shërbejë e do të qetësoj për momentin flas gjithë botën. Mirë, zot Prenga, ndërkaq do doja të ndalesha edhe tek çështja e Zvërnecit, por edhe protestat që po ndodhin tashmë, por edhe reagimet e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Ju vetë si e keni parë atë çka po ndodh tashmë me Zvërnecin? Unë mendoj që Zvërneci ishte ajo pika e ujit që derdhi gotën. Aty shpërtheu, por për fat të keq ka kohë që në kazanin ton që e përmend kryeministri shpesh, po zgjejnë gjërat për sa kohë publiku, qytetarët, shoqatat për në përgjithësi, qytetarët nuk informohen dhe për çdo vendim nuk ka transparencë, atëherë detyrimisht që do të vinte një moment që do të kishte një reagim mbar qytetar për sa i përket situatës. Shkak është bërë Zvërneci, por ajo është vetëm maja e icebergut, të mendoj unë, sepse situata ekonomike, politike, sigurisë në të gjitha fushat nuk është ajo që Rama me të tijet trumbeton dhe mbron. Nuk është ajo përditësia e qytetarëve të këtij vendi. Pasi qytetarët në çdo moment për fat të keq po paguajnë një kosto të pamerituar. E kjo duke filluar nga prona e pronësia, ku ka 35 vite 7501 paketa e maleve, dhe këto duhet të zenë mend të gjithë qeveritarë shqiptarë. Të paktën nga tani e në vazhdim, vendimet të tilla që zhbëjnë pronën, që zhbëjnë familjen, që largojnë dhe abandonojnë vendin nga qytetarët e vetë, duhet të merren me atë që quhet vot popullore, që është referendumi. Këta kanë heqë dorë nga referendumi dhe futën e mbyllën në përsallat për fat të keq me parlamentar kukulla që din të ngrejnë kartonin pro ose kundra, siç u thot kryetari i tyre. Pra këte e kam majtas dhe djathtas, nuk kam ndonjë preferencë, për fat të keq janë provuar të dyja dhe kanë treguar që për fat të keq, duke filluar nga këtu, vendi duhet përballet me ndryshime drastike të mëdha në interes të zhvillimeve demokratike në Shqipëri. Në të kundërt, Shqipëria dhe shqiptarët janë në zgrip për arsye të politikave jo largpamse dhe jo për shqiptarët. Për arsye sepse këtu është shitur edhe vazhdon të shitet çdo gjë me PPP, me koncencione dhe me investitor strategjik 1 euro. Kush është ai qytetar që nuk do ta dëshironte 10.000 metra katror në Bregdet e të mos quash investitor strategjik me 1 euro? Cili do person edhe në Tiranë dhe kudo që t'jemi, ai që ka pronën ka 30 deri në 40% të investimit. Dhe në këto kushte, kush nuk do ta pranonte një gjë? Dhe për sa kohë udhëheqësit, cili do qofshin këto, shtetarët cili do qofshin këto, nuk mbajnë përgjegjësi e nuk japin llogari askujt për pasurinë e pa justifikuar që kanë vënë, situata në vendin ton për fat të keq është dhe do të jetë kritike. Duke filluar, unë mendoj, nga kodi zgjedhor. Zvicra është ajo që është sot, sepse për një ligj, për një projekt, ajo i drejtohet qytetarëve me referendum. E vetmja armë dhe vendim i sakt për t'i shërbyer. Nuk jemi këtu as kush, as e djathtë, as e majtë, as partit në qeveri, as partit e tjera, nuk jemi këtu për të gjvat, për të zhbërë çdo gjë sot. Shqipëria ka qenë, është dhe do të jetojë, pavarësisht klasës politike dhe vendimeve të tyre për ta coptuar, për ta shitur dhe për ta shkatruar. Kështu që duhet mendoj çdo të ndodh pas 100-200 vjetësh me 2 shekuj, 3 shekuj, çdo të ndodh me shqiptarët. Ku do të jetojnë shqiptarët? Do kenë identitet, do kenë troje, do kenë me çfarë përfaqësohen, dhe të gjitha këto mendoj që
të gjithë shqiptarët duhet të përkrajnë këtë protest. Është një protest qytetare ku duhet politika tashmë të mos marrë vendime në dëm të qytetarëve. Ata janë zgjedhur atje, kanë marrë, apo mënyrën se kanë marrë vota është tjetër çështje, por janë zgjedhur atje për të na përfaqësuar ne, për të përfaqësuar dhe për të na drejtuar në drejtimin e dur dhe jo drejt greminës. Të huajt kushdo qofshin ata, vinë për të investuar, por së pari dhe mbi të gjitha prevalon Shqipëria dhe shqiptarët. Këte duhet ta dinë mirë të gjithë liderët cilët do janë politik e ata në drejtim të qeverisë, se nuk është ajo vota që trumbeton mënyrën se si e ka marrë din vetë, sepse kodi zgjedhor për fat të keq e ka ndërtuar në mënyrë të tillë që 94 deputet me një vot janë në parlament. 46 të tjerë ju takon që të luftojnë fort dhe të përballen fort me të gjithë strukturat shtetërore që janë përdorur. Mua më kujtohet se ti e vajzare, po më kujtohet ka qenë dikur neni agitacion e propagandë 55-a para 90-s. Në mas 90-s doni një nën tjetër që ishte 24 aja. Tani kanë dalë patronazhistët. Unë nuk them se cili ka bindet e veta dhe unë kam bindet e mia dhe let besoj se cili aty ku mendon se ka interesat e veta. Por nuk mund të përdoren në këtë mënyrë strukturat shtetërore. Sot kemi për fat keq mbi 300.000 shqiptarë në përgjykata që nuk kanë marrë pronën e tyre. Ka pensionistë të tillë, unë jam një nga ata, ka pensionistë të cilët shkojnë pafundësisht në përgjykata dhe një pjesë e mirë po ndrojnë jetë. Duam s'duam, ne duhet ta pranojmë, kemi qenë, s'kemi qenë, kemi ardhur do ikim nga kjo botë. Dhe në një farë mënyrë për fat të keq përfundojnë në botën e përtejme pa marrë të drejtën, pa marrë pensionin dhe kontributet e veta që i ka paguar. Pensioni është përqindjet e kontributeve që unë jap gjatë kohës që jam në bardhën e pune, qoftë në privat, qoftë në shtet, dhe kjo duhet më kthehet. Ajo nuk kthehet për një letër, për një dokument, dhe për fatin tonë të keq. Ajo çfarë është më e dhimbshme, është arroganca dhe papërgjegjshmëria e shtetit dhe strukturave të veta, kur ti, unë dhe kushdo qytetari troket sa atje do trokas, në derën e atij me të cilët ai është i detyruar e ka përgjegjësinë për të punuar se me taksat tona paguhet, ai më të paktën nuk ka mënyrën e duhur të komunikimit, të dytën të përplas derën turive dhe e treta me një fjalë të përgjigjet shko në gjyq. Është krejt e lehtë i thush një qytetari shko në gjyq. Por për çfarë? Për të drejtën e tij, për gabimet që bën administrata shtetërore. Edhe gjyqet vazhdojnë, kush është me fat 10-14 vjet. Ai tjetri që është pa fat për të kaluar gjitha shkallët, në dhënë Zoti mos e ktheh për rigjykim, shkon mbi 20 vjet. Atëherë, një drejtësi e vonuar për mua, nuk jam jurist, është drejtësi e munguar. Ky do të ishte shqetësimi i kryeministit të Shqipërisë. Ky do të ishte shqetësimi i strukturave shtetërore shqiptare. Jo të trumbetojnë se kaluan 16 vjet reforma në drejtësi. Cili është produkti i reformës në drejtësi? Unë nuk duhet ta shumëzoj me zero sepse ka lëvizje, ka produkt, por nuk është ai i pritshmi, nuk është ai që do të dëshironim gjithë shqiptarët, sepse për fat keq më kujtohet e prallë nga kaluara, ligji këtu që shpesh zbatohet si shkopi i Maliqit, që dikë e fërkon, dikë e thyn në mes. Në këto kushte, për fat të keq është gjithë qeverisja, nuk kam ndonjë preferencë, e djathtë dhe e majtë. Djastës dhe majtas e kanë uzurpuar dy liderët e tyre me mënyrën se si zgjidhen me ligje që miratojnë, s'ka asnjë lloj ligji. Ligjet për fat keq janë ato që porositen. Pra porosit një biznesmen i fuqishëm ligjin dhe janë të gatshëm deputet tanë të nderuar ta marrin, ta propozojnë dhe ta miratojnë. Si është e mundur, në asnjë vend nuk ndodh që të bashkëpunojë qeveria, krimi dhe oligarkia. Ku janë qytetarët? Dhe kjo mua më bën të shpresoj që kjo lëvizje mbar qytetare, që të bëj thirrjet që t'i bashkon sa më shumë të jetë e mundur, që përballë një orteku të tillë, të mos ketë kurrë jo Edi Rama, po asnjë tjetër të dalë dhe të thotë unë jam këtu dhe këtu do të jem se më keni votuar. Kush e ka votuar? Ata që janë në shesh pra kanë votuar. Ata cilët e shohin që në momentin që e gabuar duhet marrësh përgjegjësi.
e jo të futesh të mbledhish parlamentarët tu të asaj partie nëse do ta quajë, po unë se quaj Partinë Socialiste sepse për fat keq ai e bleu Partinë Socialiste, siç ka vepruar dhe tjetri nga krahu tjetër e djata, e futem mbledh deputet e ministra dhe luan rolin e viktimës dhe lot të krokodilit për të bërë gati për të bërë kafshatën e radhës me viktimën e radhës. Dhe viktimat për fat keq jemi ne qytetarët. E qartë. Zotë Prenga, nga ana tjetër, për ta mbyllur, si e keni parë këtu edhe reagimin e vonuar të policisë së shtetit kur një nga qytetarët protestuesit në Zvërnec është tërhequr zvarr nga forcat e sigurisë pra private, të cilët ishin ata të Major Security dhe Myrto Security, por nga ana tjetër dhe reagimet e vet kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se ky projekt nuk do të anulohet edhe nëse protestat do të vazhdojnë edhe në vit. Me këtë arrogancën e kryeministrit, populli shqiptar është mësuar dhe nuk e di se sa du të dëroj. Arroganca e tij në drejtim është jo normale, është e papranueshme, se kryeministri në momentin që merr votën nuk ka rëndësi, ka marrë votën për votbesimin, ai është kryeministri i çdo shqiptari brenda dhe jashtë vendit. Dhe me kushtetutë, ai është i detyruar, ka obligimin dhe gjithë përgjegjësinë e përgjegjshmërinë për t'u gjendë dhe për t'i shërbyer. Atje nuk vihesh për të vrarë, për të ekzekutuar, për të denigruar, për të përdorur lloj-lloj fjalori për qytetarët tu, por atje vihesh për të shërbyer. Dhe këtë nuk po e bëjnë, nuk e kanë bërë ka 35 vjet klasa politike e qeverisë shqiptare, ka bërë atë çfarë nuk doja kishte bërë asnjë pushtues këtij vendi. E ka zhbër nga prona, e ka zhbër nga personaliteti, e ka zhbër nga familja, e ka zhbër si shoqëri dhe rinia po shohin të vetmën zgjidhje atje ku valvula e këtij presioni që zgjedh në Shqipëri është më e lehtë dhe ajo është për t'u larguar nga vendi. E kanë provuar dhe biznesmen që kanë ardhur. Dhe kjo është e pafalshme. Është e pafalshme dhe unë më vjen jashtëzakonisht keq që ka plot intelektual në Partinë Socialiste që e durojnë këtë lloj komunikimi dhe askush nuk reagon. Askush nuk reagon. Nuk është e mundur. Ka qenë si ka qenë Enver Hoxha në udhëheqjen e Partisë Komuniste, Partisë Punës e Partisë Socialiste pas e qendrë shumë më vonë. Ka qenë si ka qenë, por në publik nuk ka përdor, ka ekzekutuar njerëz, por nuk ka përdor një fjalor të tillë ndaj qytetarëve të vet. Kur në atë asnjë fjalim të tij nuk mund të gjendet një lloj arrogance, një lloj mlefi, një lloj fjalori i papranueshëm për një lider. Kurse për sa i përket veprimit të policisë, unë do thosha që për fat keq asgjë nuk është bërë me masa që ka dhënë drejtori i përgjithshëm policisë. Ai ka shkarkuar një drejtor, por nuk ka ndryshuar, nuk ndryshon dot mentalitetin e të vepruarit me ligj të policisë. Përse? Sepse policia për fat keq dhe gjithë struktura shtetërore i kanë duart e lidhura dhe po nuk foli kryeministri, askush nuk vepron, askush nuk guxon, sepse ai në çdo mënyrë, mjet e metodë të kthehet vetëm nuk mund të varet ty e mua këto qytetar që reagon kundra, por e përdor të gjithë makinerinë e tij për të ndikuar personalisht, për të ndikuar në vendin e punës, për të ndikuar në familje, kudo. Pse? Sepse ka rreth vetes mediokër, ka rreth vetes pa aftë, ka rreth vetes servil, ka rreth vetes njerëz pa dinjitet. Dhe detyrimisht që vetëm kjo na kishte ngel pjesa e dinjitetit të shqiptarëve. Nëse e dorëzon dhe pjesën e dinjitetit, atëherë je një frymor që ecën dhe kryen veprimet si një hije që ekziston pa asnjë personalitet. Policia në mënyrë më kategorike ka misioni i saj është rujtja e rendit dhe e sigurisë për qytetarët. Në atë moment kur ka parë 2 punonjës të një kompanie sigurie private, ka qenë prezent, mos ishte prezent është gjë tjetër, por prezenca e tyre e manipulon, e intimidon, e bën policinë e shtetit të paaftë për të bërë atë detyrë që ka në mision.
sepse edhe kur i thret policin diku, për fat keq unë nuk do të them gjithë policia, por ata të cilët kanë ndërgjegje për të vepruar, ata nuk i lënë nëpër detyra. Dhe gjithçka është kapur dhe gjithçka, dhe kjo më dhim mua dhe çdo qytetari duhet i dhim. Dhe kjo është arsye pse bëj thirrje që duhet të bashkohen asaj proteste që të ndryshohet situata, sepse kjo situatë është e papranueshme për Shqipërinë dhe shqiptarët. E më keqja është se kjo mënyrë drejtimi, që nuk është drejtim, edhe veprimi, po vret atë të cilën ne e kemi patur dhe vazhdojmë ta kemi, po vret shpresën në këtë vend. Uroj që situata në polici, por mbi gjitha ajo protest të realizojë misionin për të cilët qytetarët kanë 1001 arsye. Ajo pjesa e Zvërnecit vetëm sa e thashë në fillim që pika ujë që derdhi gotën. Sepse ku do shkojmë, ku do përplasim, ka arrit aq sa të thush demokraci, të kenë frikë gazetarët, ju, të ketë frikë media, për të shkuar për të pasqyruar një të vërtet, të ketë frikë dhe të ndjehet e pasigurt. Përse? Sepse pronari i saj mund të jetë një biznesmen i cili është i lidhur me shtetin. Dhe menjëherë fillon telefonatat, fillojnë ndikimet, fillojnë zërat e ngritur, të gjitha këto nuk flasin për demokraci, por flasin për një diktaturë për fat keq, ose më saktë për një autokraci që për fat keq nuk e kuptojnë ata të cilët i kemi zgjedhur për të na shërbyer. Ne nuk i kemi zgjedhur për të na dhunuar. Dhe këtu për mua politika shqiptare dhe politikanët të cilët na përfaqësojnë ne e kanë krejt të lehtë për të miratuar një ligj me dy nene. Ligji të lidhet me jetëgjatësinë e përfaqësuesve që ne zgjedhim. Jo më shumë se 2 mandate, sepse i kemi ngel me politikanët e vitit 90. Ata që ishin studentë atëherë, ata janë sot gjyshër dhe vazhdojnë të shkatërrojnë këtë vend. Vazhdojnë të mos mendojnë fare për vendin, po mendojnë vetëm për veten e tyre, mendojnë për oligarkët, mendojnë për krimin që i ka kapur dhe këtë vend po e zhbëjnë, po e shkatërrojnë si në asnjë periudhë historike. Edhe atëherë kur Shqipëria ka qenë e pushtuar nga një vend apo nga një X vend tjetër, kam bindjen që shoqëria shqiptare, që familja shqiptare, që gjendja e Shqipërisë në përgjithësi nuk ka qenë në këto nivele. Unë nuk flas se sot ham buk gruri, dje kemi hëngër buk misi. Ai që e thot këtë është, si mu themi, miop, nuk shikon, sepse nuk flas çfarë ka bë privati. Privati ka ka punuar sepse mendon, sakrifikon, hedh fondet. Kemi vetëm i kom që kemi më shumë se gjysmën e popullsisë në migrim. Dhe emigracioni ka sjell valuta të pafundme në Shqipëri. Krenohemi, pa marrë shembull tjetër, krenohemi me turizmin. Kemi 12 milionë gjys vjet, 13 parashikohet si vjet. Të ardhurat e tyre thuhet nga statistika, 1.4 miliard euro. Po, pse nuk e thon këtë pjesën tjetër që 1.2 miliard euro kanë ikë në Greqi nëpërmjet furnizimit nga Greku me zarzavate, se tokat shqiptare janë djerë, sepse nuk investon njëri në bujqësi, sepse nuk investon njëri në blegtori, sepse nuk investon njëri në zonat rurale për të zhvilluar. Edhe ata pak pare që u morën 35 milion euro që na i dha me i partin Bashkimi Evropian, kthyen shkuën e u bën resortën Bregdet, dhe sot kemi më pak se kemi patur pimta e gjede janë përgjysmuar. Për çfarë arsye? Janë përgjysmuar sepse shteti nuk ve dorë, nuk subvencionon, nuk i mbështet. Edhe atje ku mbështeten nuk ju siguron që atë produkt që prodhon ta marrë. Këto janë tema të gjata dhe më falë se ndoshta u zgjata shumë, por këto janë problematikat tona që të qytetarëve të thjeshtë shqiptar, për të cilët janë lëshuar lumë atje në shesh, dhe uroj e besoj që do të bëhen akoma më shumë që kjo klasë politike të kthej e të ulet me këmbë në tokë dhe të ikin ata të cilët e kanë bërë, si mu themi, të padurueshëm pozicionin në cilin ata kanë qenë në drejtim, pa folë për korrupsionin galopant si asnjëherë e askund, do thosha, ato të cilat Bashkimi Evropian projekte që i realizon me 5.7 milion kilometrin
shteti shqiptar e realizon me 20 milion kilometrin, sikur të ishte shtruar jo asfalt, po me lingota ari. Atëherë ne kemi pasuri, Zoti na ka bekuar me pasuri. Në mbitoksore, po kush i merr këto pasuri? Ku shkojnë këto pasuri? Po marr vetëm një shembull, nafta. Me 30-40% të sasisë vjetore që ne nxjerrim, përmbushim nevojat tona. Ku shkon? Kush e merr? Kush e përpunon? Sa është çmimi? Kush është cilësia? Në të njëjtin port e marr edhe Republika e Kosovës, edhe ne. Shko e krahaso cilësinë. Bëj një mushë të plot në Tiranë, në të cilat do karburant, dhe të shohësh sa kilometra do bësh. Bëj një mushë të plot në cilin do karburant në Kosovë, e të shikosh që mund të bësh 200 deri në 400 kilometra më tepër. Kjo pra është cilësia. Që ne paguajmë 7 lloj taksash e deri tek ajo për ngjyrosje, ka thënë Edi Rama, duhet paguajmë kryeministri i Shqipërisë, se e djeg Maraku për qytetarët e për popullin, por nga krahu tjetër, më fal se po përmend të shprehen popullin, ata që nuk e kanë kuptuar, duhet ta kuptojnë qaj edhe të gjithë udhëheqja politike qeverisë shqiptare e ka quar në zgryp. Me taksa, me rritje çmimesh, me shtrajtesje jetese, me Tiranën të pamundur. Imagjino, ai projekti Unazës Madhe ka qenë që në 89 në kohën kur ka qenë kryeminist Adil Çarçani. Është bërë pas 36 vjetësh, 40 vjeç gati, është bërë dhe si është bërë. Si është bërë, ka tabelat të cilat po të shohësh luajnë të mediat, rrjetet sociale në përgjithësi, një rrugë që ishte me 100 km e kanë bërë me 80, me 60, sot është me 40. Këto janë fatkeqësisht përplasje të përditshme dhe hallet e shqiptarëve për të cilat ata të cilët ne i kemi zgjedhur, qoftë pushtet lokal, qoftë pushtet qendror, nuk mendojnë asnjë çast, nuk mendojnë asnjë minutë, nuk japin kërkuj llogari, dalin edhe hedhin lot krokodili, dalin dhe mashtrojnë në përfushata dhe ne përsëri u besojmë. Edhe unë si qytetar dhe çdo qytetar duhet dal para pasqyrës dhe thotë çfarë ka bër? Po, unë nuk vdes para asnjëri. Unë kam një simpati, kam një bindje, por nuk mund shkoj pas një njeriu i cili s'ka bindje, s'ka fe, s'ka din, s'ka iman, s'ka dhe këta pastaj detyrimisht që bëjnë kur ne ja besojmë çdo gjë, bëjnë atë që është e pa parashikueshme. E zhbëjnë një vend, e çojnë në zgryp dhe e hedhin në gremin, pa marrë asnjë lloj përgjegjësie për ato që bëjnë. Vetëm në këtu në Shqipërinë e 35 viteve ka ndodhur që marrin vendime dhe nuk i japin askujt llogari dhe nuk marrin asnjë përgjegjësi. Nga u bën milionera. Pra një kolegi im i po quaj. I një lloj për mua, mirën pak me mua në buxhet shtetit. Sot është me vil nga i erdhën tanë. Dhe kjo është krejt e lehtë. Vetë deklarim, verifikoje, konfiskoje. Unë nuk jam për të futur asnjërin në burg. Të gjithëve t'u konfiskohet pasuria e pa justifikuar. T'u konfiskohet, jo të bëhet shaka. Jo sekuestro preventive sot, nesër shkojnë i marrin një pjesë edhe